Minatorët e Bulqizës janë të vendosur për të mos ndërprerë protestën për rritjen e pagës dhe që ditët e shtuna të mos bëhen ditë pune. Kjo e mërkur shënon ditën e tretë që ata janë mbledhur sërish para hyrjes së galerisë më të madhe të Kromit në Bulqiz, që administrohet nga një kompani turke. Ata thonë se nuk do të bëjnë asnjë hap pas deri në plotësimin e kërkesave. Ne protestojmë ka 3 ditë, dhe më thonë kemi bëjë kërkesë për rishikimin e pagave, të ngrihen pak pagat, dhe ashtu ne djela këto do të ndashtojnë 16 orë punë, kontratë punës, që ne nuk jemi dakord, dhe më thonë që shtohen se puna është e lodhshme. Protestat do vazhdojnë sepse nuk janë plotësuar si kush nga ato që janë dhënë kompanisë. Dje deshën me bën negociata për rritje pagë dhe shtunë pa diskutueshme, do kanë sjellë sa fletushka aty, i kanë nxjerr aty, edhe flitet që gjoja ajo prap vazhdo thot negocim për është në shqyrtim puna e sjelljes në punë ditën e shtunë. Edhe për rritje pagë nuk është marrë asnjë lloj mase. Edhe që nuk e plotëson kushtet dhe grevuri mund të shkojë. Jemi këtë një menë, këtë kompakt. Pezullimi i punës nga ana e minatorëve ka jo vetëm pasoja ekonomike për kompaninë, por mund të krijojë edhe probleme në qëndrueshmërinë e galerisë, e cila ka nevojë për mirëmbajtje të vazhdueshme.